Edi Rama është një projekt i madh, nuk është një projekt shqiptar. Sali Berisha, Fatos Nano, Ilir Meta kanë qenë projekte shqiptare. Edi Rama është një projekt i madh, i Sorosit. I madh, Do me thënë që e kanë ndërtuar ata me atë filmin për rilindjen që u bë atëre gjitha këto. Dhe, po të lexosh librin e këtij Sorosianit, Fred Abrahamsit, që është botuar tani Shqipëria moderne, që këtu botuar me titullin Shqipëria e re, ai libër mund të lexohet edhe si një libër i zhvillimeve në Shqipëri këto 25 vjet, po edhe si një libër pse në këtë vend do ngrihet Edi Rama, domethënë, kulti i tij si thua. Tani, problemi është këtu, me thënë, reforma në drejtësi, ka rëndësi se do bëjnë një çudi të madhe, se cili ne një reformës do ta bëj çudin. Reforma në drejtësi ka rëndësi se ka krijuar një frymë. Po. Arriti të krijohet një frymë dhe ne jemi këtu pikërisht që mos jemi viktima të kësaj frymës falso. Sepse reforma do bëhet, por me Sorosin reforma do bëhet, Meta do arrestohet, Berisha do arrestohet, sistemi zgjedhor do ndryshohet, por drejtësi nuk do kemi. Sepse si na doli kjo drejt, ore cilin në reformës. Po pse do arrestojnë këta atëherë për drejtësi nuk do kemi. Drejtësi për publikun e gjerë, drejtësia nuk bëhet për 4-5 veta.